Prejta se s'është mbo dimoni o bish, u vërcu dimoni, ka shkut bateria. Na u këput rrypi tashi. Përshëndetje të gjithëve, kena bo CLS-n 63 AMG, atë e blun, C219. Sot do bëjmë 55 AMG, për arse në asaj, po kjo që do bëjmë nuk është stok. Ka ca modifikime në motor, që ja kanë shtu gëgja fuqin, po di shofim me radhe dhe ato. Tashi 55 është prodhu 2005-2006, në Amerikë mund të ketë në version 2007, po prodhimin dhe në 2006 nga qenë, se në Europë prodhohen ato, po kur hik në Amerikë regjistrohen një vit më mrapa, edhe pra ne i del nështë atë 2007 në njona. Ka ca gjona që duhen rregullu, këto feneret janë të lymë, duken si versioni Grand Edition. Kanë pas bo një version Grand Edition të këto 350 e 320 që kanë pas që blackout benci. Të këto të naftës nuk duket se ka pas, kanë pas pak më shumë fuqi. Po ashtu duken feneret, po janë lyë vetë duket. Edhe grila jo është ndru. Po kështu, në pamjet parë, AMG-ja normal e ka body kitin ndryshe, para kolbin ndryshe. Ferrotat, frenat i ka të AMG-s me freskim. Shumë e veçantë, noflat verdha të AMG-s, shumë e bukur. V8 kompresor, është 913 kg-ja, 5.4 që supercharged. Si form kanë qenë shumë bukura për herë edhe ka qenë makina parë që kanë nxjerrë këtë kategorinë kupe me 4 dyrë. Tashi fokusi te kjo ka qenë te motori e në te kamja, se këto gjonat estetike i kanë ngel, se do i shihni edhe vetë ju do më thoni ja themun që përpara. Jo pse është tremt kjo CLS 55-sha, nuk është morë me këto gjonat estetike akoma, është morë vetëm me gjonat të motorit, gjonat generike. Edhe këte ishtë kompresor V8, anë ishtë V8 kompresor, pa janë gjona që rregullohen të kollaj. Po si makinë, për herë kanë qenë bukra edhe sot vazhdojnë të jenë bukra edhe këto do bon Future Classic, sigur që do bon Future Classic. Kur ka pas dalë në fillim, s'është se ka pas rival fare, se deri sa doli Audi me A7-ën që ka dalë në 2010-ën, ka qenë e vetëm janë këtë segment, kupeve me 4 dyrë, po shumë dizajn i veçantë. Më dhe janë shpiku X6 në SUV me 4 dyrë, o Benz që është i pare që shpiku to sedanët që janë kupe me 4 dyrë. Normalisht 4 marmita mrapa. Po shumë pamjet parë nuk ka shumë ndryshime me 63-shin kur e shef, nga pamja jashme. Po motorin, kamin e kanë komplet ndryshe. Si që thash që ka nevojë për ca gjona kështu estetike, po fokusi këtu ka qenë te motori edhe aty është bo investimi. Po to gjonat estetike janë si dytësore, po edhe ato do bohen, s'është vështirë për t'i bo ato. Kjo është 913 AMG, 5.4 supercharged. Stok to kanë pas 476 kuaj fuqi edhe 700 Nm tork, mos gabofsha. Po kjo nuk është stok, kësa janë bu shumë gjona, duke nisë që te supercharger pulli. Supercharger pulli është 83 mm, është bu kjo përforcusja, se dija e kap kamera, është bu përforcusja këtu. Pulegja kolodokut është bu 168 mm, presorat e kompresorit që të mos fuse shumë ajer të ngrot. Falla është bu 82 mm, janë vu long tube headers, ice tanku është vu këtu për ftofje, edhe ky radiatori shtesë që është vu plus pompën për të animu për të aftof. Sa është bo që edhe fylli injektorëve është bo me i linj, looped fuel rail, që në shpejtësi të lartë ka furnizohen gjithë kohës edhe të ketë performancë më të lartë. Është bo dhe ECU-ja, më thonë që është bo tuner remap, edhe tashi supozohet të ketë një 620 kuaj besoj plus tork do këtë shku të 900 që ma me Nm. Po do e shovim performance, se sa shpejt do na duket, po gëgja më shpejt se stoku normal. Kjo është me Keyless Go, që hap me qelë së gjepe për ta mbyllë e shtyp të butonin këtu. Tashi këto janë shu frameless, që s'kanë heker lartë, edhe para edhe mrapa, kupe me 4 dyrë, sedilet elektrike me memorie, bokset i ka Harman Kardon, këtu AMG, sedilet i ka dinamike edhe me masazh, se ka edhe këte puls, normal me fryre, çfryre, gjitha këto gjonat, lumbar support i ka kreda. Tashi, timoni është i bom, i vesh, plus minusat i ka vetëm me buton, të butonat, kështu i ka pas atëherë, të 63 i ka bota më, ka këtë dizajnin e vetë që ka ndryshe nga i klasit CLS, pra ne më pëlqenë mu këto, shumë e bukur. Start stopin të koka marshit, kjo s'ka distronik, po të kishte dhe kishte këtu, amortizator që i ka më ajer për t'i forcu edhe për t'a ngret makinën, manual comfort sport, sendiljet ngroje, ftoje, perdën mrapa, kjo është për t'ull kokat e sedilve, sa për off. Timonin multifunksional, nga dalë këmë fillim me këto butonet të CLK-ja, ka pas dalë fillim si timon, edhe sedilja pasagjerit. Tashi edhe interiorin është duket pak i lodhme, po
nuk është mirëmbajt shumë kur ka qenë përpara, tash që e ka marrë Attilio, i ka bërë këto gjonat motorike në fillim, pastaj i boi edhe këto tjerat, po se shiti, edhe këto estetiket. Lart është Alcantara, po është i bom me të shofun, është i bom këtu, nuk e ka të fabrikës. Po si kabinë, CLS-ja është shumë e mirë, edhe ka qenë si para kohës, para tjerave për periudhën që ka dalë. Shumë kabinë e bukur është. Ta shohim edhe mrapa, nuk ka shumë vend kjo se kupe me 4 dyrë është, se ka vetëm 8 xhamit, tu po t'ishte stile elektrike do e kishte këtu. Edhe këtej s'ka hekur lart, këtu ka të cigareve. Tashi shumë hapësirë nuk ka për komët, edhe për kokën s'ka hapësirë fare, domethënë duhet me net me kokën kështu shtremt, se drejt nuk të kap. Është pak si ngushtë. Mrapa ka klimë individuale, ka qenë opsionale kjo. Vetëm 42 kanë këto. Versioni mrapa më vonë ka pas opsion që t'i ketë edhe këtu të mushme. Jo, edhe në fakt, fillim ka pas 2. Tu ka vetëm këto storage space, të dyja venet. Tu ka klimë individuale me 4 zona. Ngushtë është i qi, ka këtë perdën këtu, është pak hersin, gjomat i ka të vegjël, është s'fut shumë dritë, ka balxën lart, po sakrifiko venin për të pas pamjen e bukur. Tashi do testojmë CLS-n 55 që të Tilit dhe do e shohim si është performancë. Unë s'kom hec me 113 këtë modifikuar vetëm me stok, do e shohim si krahasohet me ato. Çfarë ka shtyr për të marrë këtë CLS-n 55? Sot drejtën makinë tipik shqiptare që meriton vetëm dajak. Kjo gjë më ka shtyr që ta bleja një të tillë. Plus mund ta abuzosh këtë. Po, plus edhe përmjet një shoku që e ka pas një të tillë dhe e përshëndesim Viles. Ai e ka modifikuar shumë fort, diku 650 ku, ai më shtyu që t'i hyj edhe unë kësaj. Sa kohë që e ke marrë? Po bëj gati 2 vjet valla, po. Ka ngel fas si makinë 2 të 3, nuk ka qenë fokusi. Ja, okay. Nuk ka qenë fokusi gjatë kohës. Është asfalti që nuk e. Pa, këtu gjëra me 220 CDI. E maj se për nes gjithë kohët, e ta fikim, ta shohim. Gjatë ty në 2 viteve që se ke majtë stok? Jo. I ke bo goxha modifikime? Një vit ka që i kam hyrë me këto modifikimet. Po. Vitin e parë ka majtë stok, po e pa që më doli na qefi. Dhe vazhdova me... Po se kjo është edhe 113 kjo është platformë që të lejo mundësi për ta modifikuar për të bërë gjona. Me pak kosto vlla, do më thonë krahasi me makinat e tjera, se shtosh gati 100 e ca 200 kuaj, tek një makinë tjetër do shumë lek. Sa gjiro e ka atë drejtën, kjo që e ka tamam? Nuk e kam vurë të thë drejtën, po më ndodh kjo që jam me të dytë dhe du t'i jap fort në fut tretin, ma hum atë, ose do t'i bëj prap kickdown, ose t'a përdor manuale. Po. Ka atë kohën, do më thonë kohën e vetë si makinë që du t'i gjesh. Për faktin e marrë, se është me gomat e reja, katërta. Thjesht për faktin se me 4, me 5 marshës, thash me katër. Po tash si kosto po thu nuk është shumë e lartë për ta modifikuar këtë për aq fuqi sa merr, se normalisht duhet me shpenzu lek. Po, unë kam pas dhe favor siç thash mbas të punës. Se shtetit janë më të kushtueshme. Po, s'po fjalë. Shumë vallahi kjo. Është asfalti i keq. Edhe asfalti dhe diferencial mrapa. Po. Rrugët e Shqipërisë që do jemi dashamirës ke eksporti makinave dhe ke shpejtësisë. Po, duhet me qenë edhe me sigurinë. Po, edhe tek rrugët paktën duhet. Domethënë ne të paktën tifozat e makinave të shpejtësisë minimalisht bëjmë pak protest në kuptimin e mirë të fjalës për atë pistën që na ka premtuar. Po. Ti tash i ke dallu normalisht shumë ndryshimin kur siç ishte stok edhe masi. Po. Domethënë nga çmimi i parë ka qenë vetëm long tube headers, vetëm atë vuna re ndryshim. Po. Pastaj duke shtu edhe këto tjera avash derisa arriti domethënë me një moment që po më pëlqente. Edhe jam akoma me iden do t'i shtoj ose si thash më parë ose ta shes, dy gjona ka. Arsyeja shitjes se do t'jesh shumë i pjekur që t'japësh makina
ta tilla. Ja, fix. Kjo është një arsye primare. Jo për gjë tjetër, për konsumin, çfarë thoj se konsumi nuk e ka ekstrem, po të ecësh normal. Jo, realisht nuk është si ka te nomin. Pastaj po të bësh lojën, ta abuzosh pak, e ka ekstrem. Po që s'ka dhonë probleme, se ekzisto dhe kjo mentaliteti, kjo që kur i modifiko makinat, fillojnë të t'japin probleme më shumë. Kjo lloj makine se ti edhe ti njeh shumë mirë, njeh goxha, kjo lloj makine nuk kjo përballon. Po, përballon deri 700 kuaj rehat fare, pa e ndryshuar pistona. Po që të jetë brenda normave 600 deri te 650. Është okay. Po. Se edhe kamio ma këty, ma deri 1000 Nm. Po, ka dash me i bo dhe staging kamio, po thonë që e bë pak ndrimin më të shpejt, se këto e kanë nga dalë, e kanë shumë më të shpejt. Kamjo e lem rapa e çikte, se me pas të kamjo më të shpejta moderne ky motor, e bën shumë më të shpejt. Kanë filluar me i bë me 8 HP, ke pa e 55-in, kanë filluar me i bë në Angli me ZF8 HP. Shumë diferencë bëhet. Ta ti dhe nuk e kam pa, po i kanë boca. Pa të bë diferencial 63-shi, pa të bë dhe një map në kamio dhe realisht ka pas një lloj diferencë shumë të madhe në ndrim marshe. Po, vetëm me map, me të cu, remap. Po, remap. Por se unë pa ca, i kanë vu komplet kamio 8 HP ZF-s, si i kanë bo, po shumë ndryshim. Në Angli? Në Angli, po. Kanë fillu me bo si paket me ofru tash, e kanë projektu, e kanë bo. Nuk ka moment, në çdo makinë që t'jevë. Kishte tjera të ardhë për balë, se dhe kisha majtë takun, po thash jam hik, o tremen, se ne tremen robë, e këtejnë timonin. Jo, po plus edhe makina don pak të kryosh atë affinitetin të mëdhan. Po, s'bot fjallë. Sa do pilot t'jesh, do një kod shkutër të pak. Normal. T'ja mësosh i qik ato, limitet gjona. Po, huqet. Sen me LSD këto, a? Ka përshtypje që jo. E mirë është, shumë mirë e ndo, të lezejsh me shumë e Ma në sizin, akoma me dajak. Po, e di. E shpejt është, gëgja e shpejt. Kjo mund t'jetë era 2 që kam i pasagjer, po do t'i po përqeka shumë. Pasagjer? Po. Shumica pasagjera nga që se në mësu, treme shumë. Treme, po. Treme, e thë unë, po. Pra ne ju treme kanë dhe këto tjere të në hypin me mu. Ti ku, për shemull, do t'jetë një pilot amator, normalisht që do e ke meraku, po. Po, amator e më nuk. Do t'u praktikuj qik, po. Shumë e mirë, shumë platforme e mirë është, po ne don pak dorë, gjona minimale dhe në ngacmim shpejtësie dua edhe pak ta përqendroj tek sistemi ftojes, një radiator tjetër të poshtë, një Puleggio 76 dhe injektor 550. Me këto do isha shumë i kënaqur, që shkoj 650 kuaj. Edhe pastaj estetikët, siç po e diskutonim. Se s'është mbo dimoni o bish, u vërcu dimoni, ka shkut bateria. S'po më këthejnë do plak. Ta ve pauza? Jo, më s'ka që, se e presim po. Shive. 100% ajo është shkutë. Bo dimoni gure, po më hik të drejta se me lës. Gjona që ndodhin. Ndodhin transmetim live. është bëvo gurë për hik të drejtë, ti dhe jepi, njërë që si dhash. Nuk e vunare, për zotë, asë shenjë, nuk e vunare. Në bo. Na u këput rrypi tashi, rrypi motorit, rrypi dinamos, na u këput rrypi dinamos tashi edhe
si çik problem, nuk duhet mi neglizhu këto gjona, se për punë neglizhencë ndodhi kjo. Si ishte fut mirë si duhet, edhe bllokuti moni u boj fort. Ja pasojat. Rrypi dinamos, e ka shtyr rrypi kompresorit edhe u kput. Po shqyqyr, gjona që rregullohen janë këto, s'patëm ndaj problem më serioz. Nuk është mirë. Të shullej rastish me ndodh, po ndodhin. Po si makinë është kafsh, shumë e shpejt, e fuqishme, tork sa dush. Tashi, këto kanë kamën nga dalë se 5G-ja është e vjetër, po benefiti është që ma fuqi shumë, s'ka probleme. Po pjesa tjetër është që është pak nga dalë, me i bot të curi me bot pak më shpejt. Për të qenë kafsh është motor shumë i fort. Shumë motor i fort, 113 kg, ma fuqi sa të dush, edhe tle potencial modifikimi ka sa të dush. Është kjo do rrugë të mirë, do goma të mira, se gjiro në shpejtësi të larta, se ka problem kjo, se ka tork shumë, do të bë kickdown të gjiro gomat, kështu që është çike frikshme, duhet me mësu limitet avash, do e përdor, kjo me jo direkt me abuzu. Po shumë makina të mira. CLS-ja vetë, se edhe 63-sha ishte e bukur shumë me specifika, është makinë e bukur. Mu në sytë e mi është shumë e bukur e tashi, edhe do bëhet future classic, do bëhet makinë e koleksionume. Sidomos to që janë me pak kilometra dhe që janë me specifikat mira, të bukura, që kanë spek të bukur, dezinjo e kështu, gjyra të lezetshme, ose to që janë edicione pak limitume, se s'kanë pas tumë, ka pas atë IWC-n, kanë qenë 55 copë më duket, si gri nga jashtë ato më duket. Dhe kanë pas cross-codin pak më ndryshe. Është një këtu, e modifikuar dhe ajo më duket. Është një. Edhe kanë qenë të rralla ato. Po prap makina mira, nuk i kam qef. Tashi kjo s'është se ka pas rival drejt për drejt, se kupe me 4.2 në atë kohë s'ka pas, kështu që më ta krahasoshe me M5-ën, po këto janë motora legjendare, shumë mirë. Më thoni tashi këtë kishit zgjedh, CLS 63 apo CLS 55 AMG. Shpresoj të ketë pëlqyer video, nëse s'keni bërë subscribe, bëni subscribe. Boni follow në Instagram, në TikTok, edhe të faqja pjesë Detail Car Parts. Ju uroj gjithë mirat, mirupafshim.